Në orët e para të mëngjesit dhe shpeshherë edhe gjatë natës, punojësit e pastrimit dhe mirëmbajtjes dimrore janë në teren për të siguruar rrugë të kalueshme dhe trotuare të pastra. Ata kujdesen gjithashtu për pastrimin e territorit nga mbetjet e ndryshme që depozitohen pa kriter. Iriu Andi Dhamo thotë se puna që bën ka vështirësi, sidomos në ditët kur përballen me të ftoftin ekstrem, rreshje të dendura të borës apo dhe akullit, duke kryer një nga punët më të vështira, por edhe më të domosdoshme për jetën e përditshme të qytetit. Vështirësitë më të mëdha gjatë punës sonë është në sezonin e dimrit, pasi është e pranishme edhe dëbora, është e pranishme edhe shiu, dhe asemi me problematikën më të madhe është hedhja e mbeturinave me kriter pa kriter. Për të mendoj që duhet jemi pak më të kujdesshëm, të mundohemi ta mbajmë sa më pastër. Vështirësia është e madhe, është shumë e madhe, përveç se rrugës neve futemi edhe në kanale siç u theksua për pastrimin edhe të shkureve, edhe të mbeturinave që hidhen. Puna jonë fillon në mëngjes erët. Neve merremi dhe me pastrimin e rrugëve nga dëbora, me kriposjen. Vështirësitë e punës së tyre janë të shumta, megjithatë këta punonjës vazhdojnë punën me përkushtim, duke parë detyrën e tyre si shërbim ndaj komunitetit. Ata janë heronjtë e heshtur të dimrit, që me shumë vullnet mbajnë qytetin në lëvizje edhe në ditët më të vështira.